Përshëndetje dhe javë të mbarë në Albania TV. Gjatë gjithë këtyre ditëve, këtu në Greqi ka qenë një atmosferë mjaft e larmishme me aktivitete me rastin e festave të nëntorit. Por më të angazhuarat ishin mësueset e gjuhës shqipe, ato të cilat për vite dhe vite me radhë kanë realizuar një mision mjaft të rëndësishëm. Në fakt, duke i parë për shumë aktivitete, më kujtuan një poezi të Ismail Kadares ku thotë se në udhkryqjen të anxhateve, ditët e shtuna dalin shpesh dhe zgjatin dorën nga makinat herë dy ka dy e herëve që veç. Dhe më të vërtet, gjithë udhëtimi i tyre ka qenë me shumë sakrifica për të siguruar bukën e gojës gjatë javës dhe të shtunave të dielave, ato ja kanë përkushtuar profesionit të tyre, të cilin me vështirësi dhe pas shumë viteve mundësuan ta realizojnë. Në fakt, gjuha shqipe është një pjesë e identitetit tonë dhe pikërisht në këtë kalvar të gjatë sakrificash, këto mësuese u kanë dhënë të kuptojnë prindërve, fëmijëve se gjuha shqipe jo vetëm që është një pjesë e identitetit dhe e origjinës tonë, por fëmijët duke mësuar atë do të ndihen të sigurt për të ardhmen. Është një bisedë të cilën unë kam zhvilluar përpara pak ditësh me kryetaren e lidhjes së mësuesve në Athinë, zonjën Klarita Selmani. Ajo vetë punon në Kret, por vjen shpesh herë na viziton mësueset për parvajtjen e punës. Le të ndjekim intervistën që kemi zhvilluar me zonjën Klarita dhe më vonë do të flasim sërish së bashku. Do dëshiroja së pari të më flisë diçka për Klaritën. Ka qenë sfida jotja të jesh kryetare e kësaj shoqate, ka qenë dëshirë, ka qenë detyrë? Unë fillova si mësuese. Jo, nuk isha diçka. Në 2017 janë nga mësueset, mund t'i koncentroj nga mësueset e vonë, sepse para 2017 ekziston një histori e tërë, e plot që fillon në 1998. Pastaj me kalimin e kohës u bëra antar i Këshillit Drejtues të Lidhjes. Në 3 vjeçarin e kaluar isha në kryetare e lidhjes me kryetar Perielleshi dhe në nëntor të vitit të kaluar fitova zgjedhjet dhe u bëra si kryetar e lidhjes. Si e shikoj unë personalisht? Shikoj më shumë si detyrë. Lidhja është një ideal. Mësuesit e lidhjes nuk janë futur kur me idenë se dhe unë bashkë me ta, me gjithë ata që para me dhe bashkë me, sepse jemi jashtëzakonisht shumë. Për më thënë në të qast, unë nuk mund përmend emrat të gjithë, sepse do zgjatesh një orë të tëra. Por të gjithë ata që punuan përpara dhe mbrapa, nuk punuan për të dukur. Nuk u përpoqën për veten person, nuk është personale çështja. Çështja është ajo dëshira e mësuesit të jetë me nxënësit, sepse shumica jonë bën punë të cilat nuk kanë lidhje me mësuesin, për hir të nevojave ekonomike dhe familjare. Por është ajo dëshira, është ajo me të cilën ne u ndërtuam. Ashtu u ndërtuam si personalitete, në ato shkollat, me universitetet atëherë shumë fuqishme që ekzistonin, dhe erdhëm në një vend i cili nuk na përmendte si inteligjencë. Po na përmendte si ndonjë thjesht. Dhe ne vlerësuam faktin që kishim në anën ekonomike, duhet të mbulonim anën ekonomike të familjarë tona dhe të krijonim të ardhmen për fëmijët tanë. Diçka nga historiku, kur e ka zanafillën dhe cilët janë mësonjtorët e parë të gjuhës shqipe në Greqi? Atëherë do të fillojmë në 1998. Historia është shumë e gjatë. Shumë. Në 1998 zoti Jovan Mihilli dhe një grup mësuesësh, një grup vogël mësuesësh vendosën që të krijonin Këshillin e parë pedagogjik, e cila është dhe zanafilla e lidhjes. U përpoqën të krijonin edhe marrëdhënie institucionale, u bën përpjekje shumë të mëdha në një periudhë që racizmi njihet shumë mirë se shumë fuqishëm. Kjo është përpjekje e parë. Në 2001 pastaj është e njohur që u hap shkolla e parë në Selanik, në organizatën e Selanikut, ku ka qenë kryetare zonja Mimoza Dako. Ka qenë një grup i madh mësuesës që u paraqitën, ka punuar, kjo ka qenë shkolla e parë që u hap, s'ka rëndësi ambienti ishte diçka, në qoftë se nuk gaboj, ishte një ndërtesë që ishin të gjithë emigracioni mundet ta përtorte, patën dhe goditi nga
asfalja greke, do të thënë mësuesve ju kërkua llogari, siç është kërkuar dhe në vende të tjera. Pastaj vazhdojmë në 2004. Më falni të ndërpres. Kishte interesim, kishte nxënës prindër që dëshironin qysh atëherë? Kjo është sepse është shumë e vështirë si histori kjo historia jonë. Pikërisht kjo vazhdon dhe sot, por keni parasysh që mënyra se si ne na pan, domethënë si shqiptar, mundësitë që ne nuk ishim antar të kësaj shoqate të madhe që quhet Evropë sot, që quhet sot Evropë, nuk ishim. Konsideroheshim si jo të barabartë me vendas, apo me dikë tjetër që vinte duke pasur nga mbrapa mbështetjen e shtetit të tij. Pra, problemet kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha dhe vazhdojnë të jenë, pavarësisht se nuk duken. Përpjekja jonë këtu në Greqi, unë i konsideroj mësues teorik, gjithmonë. Edhe ai që është ndoshta nga mënyra se si reagon në jetën e tij personale, apo mënyra se si për shembull, është ajo pjesë e shoqërisë e komunitetit shqiptar që duhet i mbrojmë, duhet i ruajmë dhe janë ata që bëjnë vërtet historinë e emigracionit. Fëmijët janë vinë për mua dhe për kolegët e mia mësuese, rruga e mësimit plotësues së gjuhës shqipe në këtu në Greqi nuk ka qenë asnjëherë e lehtë, as në hapjen e kurseve, as në mësimdhënie. Ndryshe nga kurset e gjuhës shqipe në vendet perëndimore siç janë Zvicra, Gjermania, Suedia, ne përballemi me një sër sfidash që për vite me radhë e kanë vështirësuar misionin tonë. Një nga sfidat kryesore është gjetja e nxënësve, sepse ne përpara se të hapim një kurs, të gjithë mësuesit detyrohen të dalin në parqe, në sheshe, në qendra komunitare, kudo ku ka prindër shqiptar, për t'i bindur të sjellin fëmijët në orë të gjuhës shqipe. Jorall na ka bërë nevoja të bëjmë telefonata të shumta për të krijuar kontaktin e parë, për të fituar besimin e familjeve. Një tjetër vështirësi ka qenë marrja e lejeve për të përdorur ambientet në shkollat greke apo qendrat kulturore. Vite më parë kjo pothuajse ishte e pamundur për shkak të paragjykimeve të forta dhe bllokimeve nga disa përfaqësues bashkiak apo këshilla prindërish. Megjithatë, fal përmirësimit të marrëdhënieve shqiptaro-greke dhe fal ndërhyrjes së institucioneve shqiptare, situata ka ndryshuar për mirë. Sot ne si lidhje mësuesve të Greqisë kemi 9 leje zyrtare në zona të ndryshme të Greqisë. Ky si rezultati punës palodhur dhe këmbguljes së kryetares së LMSHG-s, zonjës Klarita Selmanaj, të cilën e falenderoj publikisht. Së fundmi është bërë një punë shumë e mirë, pra është bërë një hap përpara nga shteti shqiptar në bashkëpunim me ambasadën e Shqipërisë në Athinë dhe konsulatet në Greqi, duke mundësuar shpërndarjen e teksteve në të gjitha kurset e aktive të mësimit të plotësues të gjuhës shqipe. Kemi fëmijë që janë dy gjuhësh tashmë fëmijët tanë. Rriten paralelisht sepse po, natyrisht anglishtja, gjermanishtja janë të tjera. Por në mënyrë paralele janë të dyja gjuhët tona, gjuha amtare dhe gjuha e vendit shqiptës. Dhe kultura njëkohësisht, janë multikulturor. Kjo paraqet vështirësi për një mësues. Faktikisht për një mësues që e ndjen, e do që t'i dhe aty me fëmijët, sepse ne erdhëm këtu të përgatitur dhe erdhëm nga banat e shkollës. Domethënë ishin të gjithë mësues. Por ne është kënaqësi që jemi në klasë. Nuk na bën, nuk trëmemi sepse duke punuar në punë më të vështira, domethënë qëndrimi në brenda klasën na duket sikur është paraq prapë. Vështirësia është tek prindërit shqiptar, të cilët shpeshherë ne duke u kërkuar, duke dëgjuar që flasin shqip, i afrohemi në rrugë dhe themi, ke fëmijë të vogël, si jeni, nga kush dëshironi që fëmijët ndjekin si në shqip, falas. Dhe shpeshherë marrin përgjigje s'ka nevojë fëmijë mësoj shqip. Kjo është vështirësia në Te kemi hasur kjo është edhe e drejtë. Kanë sfida mësuesët shqiptar përballë këtij realiteti të vështirë për çdo emigrant? Sigurisht që kanë sfida. Sfida më e madhe përveç këtyre është se duke punuar me orë të tëra, me një lodhje, me stres, me gjendje psikologjike shumë të vështirë, të themi të vërtetë, Greqia është një vështirë për emigrantit. Nuk është akoma shumë për shqiptarin, njifet historia. Pavarësisht se kohët e fundit ka filluar të zbuten.
Është shumë e vështirë të punosh gjithë javën, të përpiqesh të mbulosh atë pjesën më qendrore ku është shumë ardhur në krizës. Me pasigurinë që krijohet nga ana ekonomike, me përpjekjen për të qëndruar presionit ekonomik, dhe ditën e shtunë duhet që të dalë në klasë të buzëqesh. Duhet jetë aty. Duhet jetë aty, ka dhimbje, ka smun në shtëpi, ka fëmijë të vetën, ka një dasëm, ka një festë. Do të shtrihet në privat, të shikoj televizor. Ndërkohë që gjithë ne zhullohen, po e vërtet. Janë aty, domethënë në çastin që diskutohet për aktivitet, unë mendoj se është e qartë që një mësues që çdo të shtunë, gjithçka të tjera, ndoshta edhe kohën e vetme që ka për të qëndruar me familjen e vet. Është kohë e vetme që ka. Atëherë nuk mund të diskutohet për shembull çfarë është apo çfarë roli loz në këtë shoqëri apo në mbrojtjen e. Te këto sfida dhe vështirësi që paraqiten, dhe natyrisht tek numri i kufizuar, do të thojë nxënësve shqiptar, sepse jemi të gjithë të ndërgjeshëm që ka mungesa. Çfarë arritjesh mund të përmendim ne nga lidhja mësuesve? Dua të sqaroj pak për punën e nxënësve. Normalisht kurset fillojnë me numër të mirë nxënësish. Ardhet janë të mira, prurit, por e shtuna dhe e diela, ajo koha që them për familjen është e vështirë që të paraqitet, fillon nga dal dhe nxënësit firojnë, bie numri, por kjo nuk e bën të pamundur në klasë. Vazhdojnë, punojnë, por faktikisht për mua si person, është qoftë dhe një klasë e hapur me një nxënës për mua është shumë e rëndësishme se sa pa klasë. Ndodh shpesh që fëmijët largohen, por vijnë prurë të reja, mundësi të reja, mësuesët punojnë edhe është një pikë shumë e vështirë për mësuesin që të punojë që ta mbajë fëmijën në klasë, sepse i çojnë fëmijët në gjermanisht, në anglisht, në basketbol, në balet, në gjitha, dhe kur vjen shtuna që gjithçka është falas, ndoshta një çast e ndjen vetëm të lodhur dhe të ri që nuk mundet të ndjekin, është dhe vështirësi e prindërve që nuk janë aty prezent, nuk janë në gjendje të marrin fëmijët kur janë në kurset në shkolla, domethënë në klasa reale, duhet që ai fëmijë ta çojë dhe ta sjellë. Në Greqi shumica nga ne punojnë në sezon. Në sezon nuk ka të shtunë. Po, kjo është një vështirësi që duhet marrë parasysh, përveç dëshirës apo gjithçka tjetër. Mësuesit e diasporës luajnë një rol të pazvendësueshëm në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar tek fëmijët shqiptar që jetojnë jashtë vendit. Megjithatë, largimi për një kohë të gjatë nga vendi jam shpesh u sjell atyre vështirësi në mbajtjen e një lidhje të vazhdueshme me zhvillimet gjuhësore dhe arsimore që ndodhin në Shqipëri dhe në Kosovë. Gjuha shqipe, si çdo gjuhë tjetër e gjallë, pson ndryshime, pasurohet me fjalë dhe rregulla të reja drejt shkrimore, por edhe me metodologji moderne në mësimdhënie. Po kështu programet mësimore në vendin am ndryshojnë me kohën duke u përshtatur me standardet bashkëkohore. Një mësues i diasporës, i cili nuk është i mirë informuar me këto zhvillime, rrezikon të japë një informacion të vjetruar ose të përdor metoda të cilat nuk përputhen me praktikat e reja pedagogjike. Trajnimet e ndryshme i japin mundësinë të rrisë cilësinë e mësimdhënies dhe të transmetojnë nxënësve një shqipe më korrekte, më të gjallë dhe më afër standardit të sotëm. Gjithashtu, ky trajnim profesional duhet parë jo vetëm si i domosdoshëm, por edhe si një investim i vyer në ruajtjen e gjuhës dhe identitetit kombëtar tek brezat e ri. Disa hollësi nga përvoja jote personale me këtë nxënës, nga puna jote personale. Çfarë të ka shënuar ti si mësuese? Do të kemi fëmijë që i marrim shumë të vëllë. Do të tregoj një rast që një nga fëmijët tanë që kishim, tani është futur në një shkollë se mësimi jonë kursi im që jam unë dhe Jerida Kulla, është online që nga 20-ta, për arsye se 2 fëmijë kemi në Gjermani, 3 kemi në Amerikë, një në Tinus, i kemi larg, nuk është se janë këtu brenda qytetit. Ai kurs ngelen kështu, siç nuk mund të prishet, nuk mund të largojmë fëmijët që të krijojnë kurs në klasë. Një nga ato ishte Liliana. Liliana erdhi në klasë 4 vjeç. Kur fut në klasë, nuk pranon të rindë kamerës. I ati në fakt kishte mama greke dhe baba shqiptar. Dhe jeton këtu në Athinë. Liliana nuk e afroi kamerës, por loste rrotull, vetëm në dëgjonte. U bën 2 vjet derisa Liliana u shtrua që u afroi kamerës. Ishte një nga fëmijët, domethënë nga ata fëmijë që ne i morëm të vegjël fare dhe i sollën në klasë. Dhe kam një fragment të shkurtër që më dërgoi nga një festë dhe shkruan mësuesit të duhet shumë. Është dhe vështirë që për një fëmijë të vogël të përqendrohet në një ekran. Është dhe ishte, domethënë, ajo nuk ishte e papërqendruar. Ajo ishte, domethënë ishte në një moshë që kërkonte të krijonte rrugën e saj ndërmjet lodrave,
sepse 4 vjeç shumë nuk ka afrohet dot një fëmijë, ai e ka do të losi. Dhe ne ja lam si lojë. Faktikisht në klasën time u fut si lojë. Po, donte i kisha kërkuar teatrit që çdo 20 minuta, nëse kalon 20 minuta, ta largonte, ta mbrojtë ekranin sepse kaq mban psikologjia e asaj moshe. Ishte shumë e zgjuar të dëgjosh poezitë që lexonte më nëse si deklamonte shqip pastër fare, pavarësisht se një nga prindit ishte. Është një nga rastet tona. Tani kemi Amelia, kemi Alqin, kemi Anën dhe Alina, kemi fëmijë, kemi shumë fëmijë. Kristoni Nikollën s'dini fare shqip, tani flasin shqip. Ndoshta nga njerë vjen të lodhur në klasë. Tonë nuk e kanë mendje ose s'kanë, dhe një nga problemet që kemi normalisht të gjithë është që fëmijët tanë nuk japin shumë rëndësi që të bëjnë detyrat e shtëpisë. Është shtuna e diela, domethënë nuk e ka gjithë javës. Kur i vjen të shtuna në fund pas gjithë atij programit të ngarkuar, shkollë, edhe kurse, gjithë kurse, sepse Greqia nuk e mbështet edukimin mbi shkollën, e mbështet mbas shkollës në kurset, gabimisht. Pra janë të lodhur fëmijët. Kjo është një nga ato, por fëmijët i kemi, domethënë është kënaqësi tjetër klasë. Ne kemi shkolla në Athinë mjaft. Ju në Kret jeni shumë të organizuar, në Selanik, në Patra, në shumë qytete edhe deri në provinca. Nga përvoja jote dhe nga mënyra se si janë shpërndar këto kurse, a duan shqiptarët përfundimisht në Greqi që fëmijët e tyre të shkruajnë dhe të lexojnë gjuhën e nënës, gjuhën anëtare, a duan ta mësojnë shqiptarët gjuhën shqipe? Unë personalisht mendoj se duan ta mësojnë, por kushtet, ajo mos pranimi si i barabartë në shoqërinë vendase, i ka bërë të trëme, janë tërhequr mbrapsht në shkollën e tyre dhe përpiqen të mbijetojnë. Kjo është dhe arsyeja që kemi këto mungesën e dëshirës që fëmijët janë, duan që fëmijët e tyre të mos vuajnë, mos jenë ai o albanos siç e përdorin këtu. Po. Edhe fëmia vet, domethënë nëse ka bullying, për atë që është, për ekzistencën e tij, për trashëgimimin e tij, detyrimisht do kërkojë ligje të mbrojtë. Kjo është arsye kryesore. Nëse vërtet ligji evropian për mbrojtjen e drejtave të fëmijës apo të njeriu realizoi këtu në Greqi që thotë që në çdo klasë, shumë siç e ka Evropa, nëse 5% janë të një gjuhë, një komë caktuar, atëherë duhet të kenë mësimin e gjuhës tyre, ose thjesht të lejohej që shqipja të ishte, do ishte ndryshe gjëra. Kjo do të ishte pyetja e fundit. Do të kemi shpresa se do të realizohet ashtu siç bëhet për fëmijët grek jashtë shtetit, në Zvicër apo në Shtetet e Bashkuara, në Kanada, në Gjermani. Do të realizohet si marrëveshje? Shikoj, para punës e dim të gjithë ne jemi në ligjin e luftës me Greqinë, që në vitin 20. Ky ligj nuk është kështu. Thjesht është bllokuar nga Evropa, domethënë ekziston një marrëveshje që këtë nuk mund ta përdorë Greqia, por ky ekziston si ligj. Evropa vetëm këshillon, nuk mund të keqë ligjet. Po ashtu. Kjo është gjëja kryesore, domethënë ky është problemi kryesor që kemi me Greqinë. Futja në Evropë sigurisht që hap rrugën. Sa do lozet ndërmjet ligjit edhe të drejtave të shqiptarëve, të drejtave është tjetër gjë. Problemi është se ne duhet të punojmë vetë si komunitet, ne duhet të bashkohemi njëri tjetrin. Duhet të jemi një grusht. Ne mund të marrim kontroll edhe brenda shkollave. Sepse ka shkolla që shkon 75% për bërje fëmijëve tanë. Po. Prindit tanë duhet vend të interesohen të bëjnë antar të këshillit të prindërve në shkollë. Sot un ka problem kur kërkoj leje dhe të parat që kundërvijnë dhe vën blllokazh është këshilli i prindërve të shkollave. Dhe në ato shkolla që ata bëjnë blllokazh për gjuhën shqipe, 40, 30%, 50% janë fëmijë shqiptar. Pra ne vetë si kom duhet veprojmë, duhet të tregojmë zgjuar. Ne duhet të marrim vendin që na takon. Nëse fëmijët tani në shkollë, ne duhet të marrim edhe drejtimin e këshillit të prindërve. Duhet të jemi brenda këshillit të prindërve, të japim votën tonë. Sepse na takon. Sepse punojmë, paguajmë taksën në qytet, i japim ekonomisë të vendit, i japim politikës të këtij vendi, këtu jetojmë dhe fëmijët tanë nga do që ta kthejmë e kanë të ardhur këtu. Pra ne duhet t'ju hapim atyre rrugën dhe ne duhet të zëmë vendin që na takon. Duan apo s'duan? Do apo s'do? Kjo është shumë e rëndësishme. Lidhja juaj është ajo që do të na udhëheq, besoj, në këtë të drejtën tonë sigurisht. Lidhja është një organizatë që funksionon dhe bashkëpunon me gjithë organizatat. Qëllimi i saj është ruajtja dhe mbrojtja e kulturës dhe gjuhës shqipe. Pra kemi shumë të rëndësishme dhe mbështetjen e organizatave, kemi mbështetjen e shtetit shqiptar, që në vitet e fundit mbështetja sa vjen arritet. Kemi nevojë për çdo gjë që mundet të mbështesi këtë ndërtesë që ka kaq vjet, që vazhdon dhe rritet fuqishëm, por përsërisht e vrisht. Se më lejo të të uroj sukses Faleminderit. Në misionin tënd personal, po dhe të gjithë mësuesve, duke i falënderuar.
Kemi nevojë shumë që t'i falënderojmë ata sepse është me vërtetë. Do të ndërpresim për disa minuta intervistën me Zogjën Klarita dhe do të dëshiroja të ndjekim vetë mësueset të na flasin për vështirësitë që ato kanë hasur, sfidat e tyre dhe punën me nxënësit. Besoj të gjithë e kuptuam se mësuesit e gjuhës shqipe në emigracion janë mjaft aktivistë gjatë gjithë këtyre viteve, duke u kujdesur për nxënësit të zhvillojnë njohuritë e gjuhës tonë, të ndihen më të sigurt në shprehje. Ata përgatisin mësime, kontrollojnë detyra, organizojnë projekte, marrin pjesë në seminare dhe njëkohësisht ndjekin progresin e çdo fëmie me kujdes dhe përkushtim. Natyrisht, ata nuk harrojnë të mbajnë kontakte me prindrit për të siguruar dhe për të pasur një bashkëpunim të plotë. Por, a mbetet ende për të bërë? Natyrisht që po. Kam pasur rastin të dëgjoj këto ditë disa prej tyre, disa opinione për t'i kuptuar këta fëmijë, për t'i ndier vështirësitë, sfidat, por edhe arritjet e tyre. Përshëndetje, unë quhem Nestila Maria, që në moshën 5 vjeçare jam nxënëse në kursin e gjuhës shqipe së Vasil Qirjazi, në qytetin e Katerinit në Greqi, me mësuese Malinda Lipi. Ne në kursin tonë kemi mësuar të shkruan e të lexojmë në gjuhën shqipe. Ne kemi mësuar për historinë e figurat të shquara të popullit shqiptar. Gjithashtu kemi mësuar të shkruajmë vargje në gjuhën shqipe. Për herë të parë kam dëgjuar ninulla në gjuhën shqipe. Përshëndetje, me quhen Iliana Pohristu. Jetoj në Greqi, në qytetin e Artës. Jam 12 vjeç. Jam nxënëse e klasës së tretë të gjuhës shqipe në shkollën Frank Bardhi. Mësuesit e mia janë Klarita Selmani dhe Jerida Kulla. Ne bëjmë mësimin çdo stunë. Në fillim nuk dija as të shkruaja as të lexoja. Jam shumë e lumtur që kam arritur të lexoj edhe të mësoj në gjuhën shqipe për shperim. Mirëmbrëma, unë quhem Fedra Biraku, jam 17 vjeçe edhe jam e regjistruar tek kursi lidhjes së mësuesve shqiptar në Greqi me mësues Pierin Leshi. Kam gati 4 vjetë tek shkolla që bëjmë. Kam marrë pjesë në kuizin e suedis që u bë vitin 2023 me mësuesen Klarita Selmanaj. Kemi marrë pjesë ke shkolla verore 2023 prapë në verë. Ishim me mësuesin Pierin Leshi dhe mësuesen Klarita Selmanaj prapë. Kemi marrë pjesë edhe ke kuizi i Vjenës në Austri vitin 2025 në maj. Nga kjo përvojë me nxënësit e tjerë shqiptar dhe fëmijët e emigrantëve në Europë që ti ke qenë, çfarë ke kuptuar? Keni ngjashmëri me ta në komunikimin me gjuhën shqipe? A të ka pëlqyer? Kam kuptuar që shumë fëmijë, sidomos në Greqi, janë bullizuar për adheun origjinal atyre, por tani jemi lidhur më shumë, jemi bërë më të pranueshëm nga shteti edhe në Greqi edhe ke shtetet e tjerë.